Në zemër të maleve të egra të Mirditës, në një vend të shkëputur nga bota dhe i fshehur nga syri i shtetërimit, gjendet një prej plagëve më të thella të historisë sonë moderne, burgu i Spaçit. Një vend që për dekada me radhë ishte sinonim i vuajtjes, i dhimbjes dhe i mizorisë së një regjimi që nuk njihte mëshirë. Ndërtuar në vitin 1967 nga regjimi komunist i Enver Hoxhës, Spaçi nuk ishte thjesht një burg. Ai ishte një kamp përqendrimi, një vend izolimi ekstrem për ata që guxonin të mendonin ndryshe, të flisnin ndryshe, apo thjesht të dyshoheshin se kishin ide ndryshe. Në këtë vend, fjala e lirë dënoi me hekur e zjarr çdo zë kritik tej në një emër në listat e sigurimit të shtetit. Emrat më pas ktheshin në numra në trup të lodhur dhe trupat në vegla pune që shteti i përdorte e torturonte pa mëshirë. Të dënuarit e Spaçit nuk ishin kriminal, ata ishin mësues, shkrimtar, intelektual, student, besimtar, punëtor të zakonshëm. E vetmja fajësi e tyre ishte mendimi i lirë. Shumë prej tyre u burgosën për agjitacion e propagandë kundër pushtetit popullor, një nen absurd që përkufizonte gjithçka dhe asgjë një herësh. Një fjalë, një batut, një shprehje dyshuese mjaftonte për t'u dërguar në spat. Kushtet e jetesës në burg ishin çnjerëzore. Celulet e vogla dhe të lagështa ishin të mbi populluara. Ushqimi ishte i pakët dhe i papërshtatshëm për të mbijetuar. Uji ishte i ndotur, puna e detyruar në minjere raskapitëse. Rahjet, izolime në biruca dhe torturat ishin të përditshme. Shumë nuk e përballuan dot, vdiqën në Spaç, të braktisur, të haruar, të varrosur fshehurazi në mal, pas një gur mbi kokë. Zenel Dangu, një nga të mbijetuarit e atyre viteve të errta, tregon me zë të dridhur se si njeriu në Spaç nuk ishte më njeri. Ishte thjesht një numër që duhet të përballonte çdo ditë me frikën, dhunën dhe vdekjen. Tu ka fillu me 500 kur kanë ardhur burgosunit. Me 28 prill të vitit 1968 prej kampit të Elbasanit që kanë ndërtu veprën për fabrikën e qementës në Elbasan, atër i kanë pru këtu në burgun e Spaçit, ku një vjet përpara përgatit nga të burgosët ordiner, rrethimi dhe të gjitha. Dhe kur kanë ardhur burgosët politik këtu, burgosët ordiner i kanë prit me thirrje që ju bëm vorrin të burgosën e politik të inspiru nga sigurimi i shtetit i asaj kohë. Këtu, në këtë vend, vetë me Fmeçau, atëherë kryeministri i vendit, ka ardhur dhe ka pa me helikopter këtë vend dhe ka thonë vend strategjik për të burgosur politik. Trajtimi i herë ka qenë njerëzor dhe si rezultat i ushqimit të dopt me margarinë dhe trajtimi njerëzor, arriti që më bën dhe revolta. Nuk je organizume, për revolta u bën, duke ju dhënë me hangër burgosur margarinë dhe porrisht të thotë që kishin dhënë kryma. Dhe kja u bën si rezultat për revolt ekonomike, jo organizume nga kush. Se këtu kanë ditë, ai ka ditë që bëhet në botë, dhe që bëhet këtu, mërna kampit, se kanë pas njerëz se vetë ata. Por e përgjithshmja ka qenë që mas revoltet, tu ka qenë të merri vetë. Atëherë trajtimi, puna detyrume, sklavëruse, nëse s'ke bën normën, ke përfundu në dhomat izolimit i tu, që ka shku temperatura minus edhe 22 gradë këtu, që ka fut një këtë gjendje që jam monitash. Pra që ke nej, aty birucat kanë keni flamë për e tokët dhe sporteti ka keni 20-50, që ka keni hapën, ka një dhe bora mërën. Pa për fatin e mirë këtu, bora nuk ka zgjatë shumë, pra se vetë toka e ka konsumu borën, kurse akulli ka nej 6 muaj. E ke qef të raknen me të rakë, para buket a mos buket, se 3 herë ke detyrim për morë rakë. Me shkop gomet, me bisht kazmet, me tana mjetët të rrethanore që mund kishte, me grusha, me shirma. Ka pas raste që kanë përfundu edhe një infermeri atje që kanë 24 ditë në infermeri për rrahjes e torturave që i kanë bërë atje. Dhe kanë përfundu edhe në spital Bequ Argjendisht në spital në Tiranë. Kena fjetë 54 vetë një dhomë. 2 shek kanë kënë kashtet dhe kashta ka kënë asimilume dhe ba me kluhun kret. Atëherë, batanijet kanë kënë metorinat e luftës dytë botnore që i ka lënë Italia, se si janë dashë gjatë atëherë, kërë maraj lufta dhe janë përdorë për të burgosurit politik. Pra do më thënë ne jena kënë për me punu punë sklavëruse
dhe përfundimisht mu eliminu vetë nga puna, nga ushqimi, po mjafthueshëm, mu eliminu vetë jotë si janë eliminu shumë mirë. Angelinda Bërdaku, një tjetër imbijetuar, kujton netët pa gjumë. Britmat që ndaheshin nga qelit dhe ndjenjën e pafuqisë që e shoqëron edhe sot pas kaq dekadash. Për agitacion e propagandë. Por, për me thonë, agitacion e propagandë nuk kam bënë se ty shpife të intrigu si me eliminu. Agitacioni ka kenikja. Ke vesh këpuc dhe ju pinga që faqe huj, son ishe veterinar në puk. Ke vunë syze dilit që faqe huj. Ke një sistem të firme huj e do budaleqe që i Brazili sot qesh. Sepse nuk janë të zhërnum absolutisht për këta 30 vjetë me vujtje që ka kalu Brazilion. U dënova 8 vjetë. Bana 7 pa pak se më kapi falja tallë të dyshit. Këtu kam punu 7 vjetë në këtë vend që krimit që është i lam vendi plom e gjak. Dhe këtu kanë kënë rrëth 1400-1500 vetë, nga këta 1500 vetë, 200 vetë ose 150 vetë kanë kënë të komandës. Këtu ka kënë shkatrimi fizik dhe moral. Shkatrimi fizik ka kënë sepse të fuqin punë me punu, e të thrashin, e të mëqin për me ba norma e mi norma. Kurse moral ka kënë sepse disa i kanë lanë me da buken e të privilegjum për me spionu edhe me i dalë të shmitar para se mu liru njerëzve të Burgosën. Pra këta ishin personet që ne njifshim, i lërishim lërë, por me gjithate ditën e ridënimit ata t'i sjellshin e të bashin shok i pa kenën me ta persona. Konkretisht, Fatës Tuboja hini me 7 vjetë, i futën 12. Sherif Merdani shkret hini me 8, i futën 13, që s'përmenda së nuk din Brazili se që ka kenë komunizmin në Shqipni, sepse fati ke që joni kene që fillimi ke i besu me kush përtiti ma shumë poshtë në Hoxha, shku mas ti, pa ditë se kush është. Poshtë në Hoxha, shku mas ti, kur dhe ardhi puna, as një dëtërim ligjor nuk u zbatu. Najnesh. Fillim me marim është vujtje. Është fizike dhe morale. Kishim frikë, përveç që i punoshim, apo më ridenojnë sot ose nesër. Për shembull, marim Fatës Tuboja, si futën 12, Spartak Gjels, edhe 13, hini me 6. Thash Sherif Merdani, Pavlin Guga, tonë të ridenu, me një atat Burgosën që ishin mend, pa fe turbit e rrishin një aty. Për shembull, Nikol Plumit i ka dek i ati në Burg, vetë në Burg, edhe mund t'i këndalë 60 vetëve të shmitarë. Në Burg me i ridenu. Edhe unë e kishe pas më ridenu, fati që kjo në hapi dosjet, edhe pas se kush janë njerës, një që mund vite në shtëpi për ditë. E më thote më hinë për me më kalu vazhën në universitet, ku ardhi punë e më kishte lëshu deklaratën kur e pas saj qarqef. Një tjetër po kështu. Pra hapja doze ka kënë gjamë madhe edhe që nga likuidu një gjallëve. Ma tanë malit me ushtarë, i qoshin atje, si me kënë qenjë. I gërposin, s'mon thot i varoshin se i jelshin si me kënë lecka. Janë gjetë edhe janë identifiku personat. Por historia nuk është vetëm kujtim, është edhe përgjegjësi. Sot, 34 vite pas rënies së diktaturës, Burgu i Spaçit mbetet si një dëshmi e heshtur që rrezikon të shuhet nga koha, nga haresa, nga pluri i mureve të rënuara. Aty kujdeset ende një njeri, Gjet Gjoni, banori i fshatit Spaç, që për 21 vite me radhë ka ruajtur këtë vend jo thjesht si një strukturë, por si një pjesë të ndërgjegjes kombëtare. Historia këtij burgu, kjo është një ndër burgjet më famkeqe që mund njohë historia. Këta e vendosi këto regjimi për të shfrytzuar njerëzit, edhe ka qenë elita e shtetit shqiptar. Kanë vujt dënimin. Që janë armiqt popullit që s'du të shikoni, për bile unë kam bë 2 vjetë shkollë, i kam bë këto afër burgut, për bile na thotë mësuesi mos i shikoni ato andej se janë këshie, janë armiqe. Propagandë, as me shiko, as ka qenë për bile di burgi sigurisë lartë, sepse ishte elita e shtetit këtu. Nuk një gjoshin nga jashtë asë gjë, ajo ishte gjithë shka ishte brenda burgut. Po edhe varrimet e ato u boshin natën. Ne për bile janë aty për Telumit. Ne kishë në shkollën këne Lumit, për Telumit ishin varrezat, nuk e dish nëse janë varrezat. Ishte ekip, ushtarak që e bote natën. Gjatë viteve, pasaj duke një të ba për kujdesje këtu. Ka nërë shumë bashkëvujtës dhe
bas historinë të atyre, jemi mënu që të krejt një histori për burgun e Spaqit. Spaçi është simbol i qendresës, por edhe dhimbjes. Është një thirrje për reflektim dhe një amanet për drejtësi. Një vend që kërkon të kthehet në muze për të edukuar, për të kujtuar, për të ndaluar që historia të përsërit. Në muret e rënuara të Spaçit ende dëgjohet jehona e britmave. Në galeritë e errta ende ndihet aroma e djersës dhe e gjakut, dhe në kujtimet e të mbijetuarve gjallojnë zërat e mira të tjerëve që nuk patën fatin të tregojnë historinë e tyre. Ky dokumentar është për ta, për ata që jetuan, rezistuan dhe për ata që humbën jetën për një fjalë të lirë.